Një kafe që u bë zemër, gjesti i Vasfie Godman prek rrjetin. Një gjest i thjesht humaniteti nga Vasfie Godman është bërë sot shembull frymëzimi në rrjetet sociale. Në një postim të saj, Godman tregoi se ndërsa po zbriste për të pirë kafen e mëngjesit dhe për të ngrënë diçka, u takua me një person që kërkonte ndihmë. Ajo e ftoi të bashkoheshin për mëngjes, duke i ofruar ushqim dhe një vend në tryez. Personi i mori ushqimet me vete, por vendosi të qëndronte për kafen, ku të dy zhvilluan një bisedë të ngrohtë. Godman tregon se ai nuk kishte asnjë familjar, por për disa minuta shkëmbyen një moment njerëzor të pavendësueshëm. Historia po shpërndahet gjerësisht në rrjetet sociale nën hashtaget humantohuman dhe mynefrien, duke rikujtuar rëndësinë e gjesteve të vogla që krijojnë lidhje të mëdha njerëzore. Na ndiqni Zeniti i lajmit për më shumë lajme.